Ky njeri nuk jeton më. Isamedin Osmani nga Studeniqani i Shkupit u vra në luftimet e 9 majit në lagjën e trimave në Kumanov. 32 vjeçari ishte pjesë e njësisë speciale të policisë e Maqedonisë. Vëllau i tij Nuhiu tregon ekskluzivisht për Klan Kosova historinë e të ndjerit. E mbas orës 10, 11 mu lajmëru, më kallëzoj që janë në Kumanov dhe situata nuk është mirë atje. E na vetë këne vesjen, ja e një mirë. Djerë u ka lajmëru, për së tretë herë, në ora 5 u ka lajmëru herën e fundit. Kontakti me Isamedinin pas orës 17 të shtunën ishte i pamundur sipas Nuhiut. Kur janë nisë për atje, telefonat i kanë lënë në bazën atje ku kanë punu. Prej atje të kanë shku prej Kumanov, mu ka lajmëru prej numra tjerë. Lajmin për vdekjen e Isamedinit ai e mori nga kolegët policë të vëllait. Mbas orës 11 të gjimës natës, më thirrën mu në telefon, unë isha këto në Studeniqan qendër, më thirrën më ardhen këto të shtëpia, kur erdha i pash ato të njësitë special, policisë dhe ndihmë e shpejt, pritëshin. S'musha me pranu që vërtet është i vrarë. Por ai ka treguar dikush familjes Osmani si humbi jetën djali i tyre në lagjën e trimave. Shka na kanë informu, ajo ka ndodhur prombe ka ora 8 të gjimës. Shtunën. Megjithatë, familjari i të ndjerit nuk është i sigurt se Isamedini e dinte ku po shkonte me detyrë mëngjesin e 9 majit. Edhe pse vëllai u vra në anën e policisë së shtetit, Nuhiu mohon të ketë dëgjuar dikë të flas keq për Isamedinin, e as t'i ketë thënë ndokush tradhtar. Neve s'na ka thonë dikush jo pse ka në policie, pse ka pas me shqiptar, jo s'ka na pas. U ka në punën e vetë, në detyrën e vetë. Ai thot se familja Osmani është ndjerë mirë kur ka parë shumë njerëz në ceremoninë e varrimit të antarit e tyre. Me mi veta ka pas. Për herë të parë që kështu shumë njerëz ka pas në burrim. Por në varrimin e 32 vjeçarit nuk u pa asnjë përfaqësues i shtetit apo partive politike në Maqedoni. Kolegët e vetë që kanë kanë që ato janë ardhur. Që të ministrive, jo. Partit politike dhe kush? Jo. Nuhiu tregon se vëllai i tij që u bashkua policisë që 12 vjet, por që nuk ishte në UÇK, kishte marrë pjesë edhe në aksionet e mëhershme të forcave të rendit të Maqedonisë. Në rastin e Brodecit, kanën, në për protesta. Isamedini la pas gruan dhe 2 fëmijët, Jahjan 6 dhe vajzen Isran 5 vjeçe. Ata ende nuk e dinë çfarë ka ndodhur me baban e tyre. Nuk thonë sen, nuk janë të lip. E Jahja është duke u preokupuar me çështje tjera. Ai pak ditë më parë është regjistruar në klasën e parë. A je regjistruar në shkolla? Po. Të cila shkollë? Ti e ke marrë.